Mirë, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Unë kam një tabelë në fakt, janë dy tabela për rastin konkret, po tabela e parë i referohet më tepër qasjes politike brenda ekzekutivit të zonjës Balluku. Nëse regjia e mundson, do kemi mundësi ta analizojmë. Tre janë opsionet që Rama ka dhe i kemi vendosur kthupin në varësi të asaj çfarë është pritshmëria më e madhe për sa i përket zhvillimeve në këtë rast. Rasti Balluku, skenarët në qeveri. Skenari i parë që Rama pranon dorëheqjen e Ballukut. Skenari i dytë, Rama shkarkon Ballukun dhe skenari i tretë, Rama e mban në detyrë Ballukun. Po këtu do doja ta nisja me Demaliajn. Demaliaj, cili nga këta skenar sipas jush është më i mundshëm të ndodhë? Unë them që nesër grupi parlamentar i Partisë Socialiste, i cili ka një shumicë absolute, nuk do ta lejoj heqjen e mandatit. Jo, mos kalote, ne po flasim për atë që është lidhja në roli i saj në qeveri, sepse nesër janë të dy. Do ta largoj nga qeveria, ose do të ndërhiqet Balluku, apo do të krijoj një qeveri të re Rama, me emra të ri, do të fuzë emra. Pra ju jeni me opsionin që ose në një farë mënyrë do pranoj dorëheqjen e Ballukut. Nuk ka rrugë tjetër, sepse çështja Balluku tash është bërë një gjyle në këmbët e Ramës që ka blloku jo vetëm shtetin, po edhe administratën, edhe për të shkarku gjithë këtë presion të madh që ka qeveria dhe me drejtë. Megjithatë unë them që këtu mund të diskutojmë më vonë, këtu ne kemi një problem të madh të drejtësisë, në marrëdhënie e saj për të vënë drejtësi apo për të bërë ndryshim politik nëpërmjet një drejtësie, sepse kështu e duan ndërkombëtarët. Tu pastaj e diskutojmë të tematikë. Por ju mendoni pra, sepse kjo është e rëndësishme edhe për të kuptuar për publikun. Nesër, me shumë gjasa, ose varianti 1 ose 2, pra që në një farë mënyrë do të thotë largimin e Ballukut nga qeveria është më i mundshëm të ndodhë. Pra Rama ose do të pranojë dorëheqjen e saj, ose do ta shkarkojë, thoni ju. Një nga këto dy variante është. Se si të gjej, modeli e gjen vetë. Po desha të theksoj dhe i gjë tjetër. Për shumë kohë që është folur për përçarjen Partinë Socialiste, për grupazhe, siç u flite për Belinda Ballukun me Erion Velin e njërën tjetrën, nesër do të shifet. Nëse ka pas përçarje dhe ka pas grup, për shembull themi kundër Ramës, nesër shifet se ato mund të votojnë pro heqjes së imunitetit dhe shkon në një krizë thellë Partia Socialiste. Nëse do të votojnë, dhe unë mendoj që do të votojnë kështu, të gjithë për mos heqjen e imunitetit, atëherë Partia Socialiste brenda saj është solide dhe është e fortë. Okej, Thubi, te ky moment, si e shikoni fatin e Ballukut në qeveri? Pra, mos shkojmë te çështja e imunitetit se kam pak më vonë. Unë votoj për Treshin. Treshin. Jo, tani, nuk po them cila është dëshira juaj, po them cila... mendoj që do ndodhë, Okej, dakor. Po. E para punës Rama pranon dorëheqjen e Ballukut, ka dy element. Duhet që dorëheqja të jepet dhe dorëheqja të pranohet. Pavarësisht logjikës ligjore që ka kryeministri, një dorëheqje kur jepet nuk ka nevojë të pranohet. Kush jep dorëheqjen, e ka bërë aktin. Okej, po një ditë Rama bile se kam pak më vonë, ndoshta mund ta